Julian Sinanaj, 31 vjeç, i lindur në Elbasan me origjinë nga Vlora, i rritur në Greqi, është stërvitur që në moshë të re nga grupet mafias ose nga kriminal rus dhe ka filluar të vrasë për llogarinë e tyre në ditët e para në Greqi dhe më pas është transferuar në Shqipëri në vitin 2012. Ka pranuar, paktën por nuk është vërtetuar ende, që ka bërë 28 vrasje në Greqi, si dhe një numër vrasjesh në Shqipëri të vërtetuara dhe tjera cilat policia mendon që mund të jetë autor, ishte krejtësisht i panjohur, nuk ishte asnjë file në policinë shqiptare për të. Julian Sinanaj u arrestua me 25 janar, ndërsa lëvizte në këmbë i shoqëruar nga e dashura e tij, të njëjtën ditë ku kishte planifikuar vrasjen e radhës me pagesë. Arrestimi i autorit të shumë vrasjeve me pagesë erdhi pas dekonspirimit të bashkëpunëtorëve. Në deklarimet e tij të dhëna për prokurorët, 31 vjeçari Sinanaj është shprehur se ka kryer 28 vrasje, të realizuara këto midis Greqisë, Shqipërisë dhe Italisë. Duke fituar statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë, ai ka nisur të tregojë edhe emra